Atmosfera në shtëpi kishte ditë që ishte e rënduar, por askush nuk e priste që Gjeneta të vendoste ta thoshte gjithçka kaq hapur. Eliona ishte ulur në divan, e qetë në dukje, por sytë e saj tregonin lodhje nga gjithë vëmendja dhe komentet që e ndiqnin prej ditësh. Banorët e tjerë ishin shpërndar përreth, sikur e ndjenin që po vinte një moment i fortë. Gjeneta u afrua dhe pa e zgjatur shumë, e nisi drejt për drejt. Elion, po ta them troç, pa rrotulla. Të gjithë heshtën, lëndrimi të mbron gjithmonë. Çfarëdo që të ndodh këtu brenda, ai është aty për ty edhe kur nuk flet, ai të mbron me prani. Eliona e pa drejtë në sy, pa reaguar menjëherë. Gjeneta vazhdoi, kjo nuk është gjë e vogël. Në këtë shtëpi, mbrojtja është pushtet. Pastaj ajo ndryshoi tonin, duke e bërë më të mbredh. Klodi, nga ana tjetër, po luan një lojë tjetër. Ai mundohet të t'i përziejë ndjenjat, të fusë në konfuzion, të afrojë sa më shpejt. Jo sepse është i sigurt në atë që ndjen, por sepse do kontroll. Disa banorë shkëmbyen shikime. Emri i Klodit gjithmonë sillte debat. Gjeneta vazhdoi, pa u ndalur. Kushtrimi? Ai të pëlqen. Kjo duket. Ai të shen ndryshe nga të tjerët. Por nuk është i vetmi. Eliona u përpoq të fliste, por Gjeneta i bëri shenjë me dorë, më lër ta mbaroj. Zëri i saj u bë edhe më i drejt për drejt. Labi ka simpati për ty, dhe kjo ndihet. Nuk është lojë. Është diçka që po mundohet ta mbajë të fshehur, por del, tensioni në dhomë u rrit. Banorët filluan të lëviznin nervozisht. Gjeneta e dinte që po hynte në territor të rrezikshëm, por nuk u ndal. Edhe Benita, tha ajo më ngadalë, por më thellë, ka diçka ndaj teje. Dhe nuk është thjesht miqësi. Është një përzierje ndjenjash, krahasimesh dhe xhelozie. Eliona u tendos, xhelozi për çfarë? E pyeti. Gjeneta ia ktheu pa hezitim, sepse je e bukur. Sepse merr vëmendje. Sepse Klodi ka një fiksim të qartë për ty dhe këto gjëra, në këtë shtëpi, krijojnë inate. Një heshtje e rëndë ra mbi dhomë. Askush nuk guxonte të ndërhynte. Ishte një nga ato momente ku e vërteta, ose ajo që perceptohej si e tillë, po thuaj pa filtr. Eliona foli më në fund, ti po flet sikur unë i kam kërkuar këto gjëra. Gjeneta tunte kokën, jo. Dhe ky është problemi. Ti nuk i kërkon. Thjesht ndodhin. Dhe kur ndodhin pa i kërkuar, bëhen edhe më të rrezikshme. Ajo vazhdoi, njerëzit këtu nuk reagojnë vetëm ndaj teje. Reagojnë ndaj asaj që përfaqëson. Siguri, bukuri, qetësi. Dhe kjo i nxjerr në pah pasiguritë e tyre. Eliona uli syt për një moment. Ishte e qartë që fjalët e kishin prekur. Gjeneta e zbuti pak tonin, unë nuk po të sulmoj. Po të paralajmëroj. Sepse kur je në qendër të gjithë këtyre ndjenjave, rrezikon të bëhesh shënjestër. Banorët nisën të flisnin me zë të ulët mes tyre. Disa mendonin se Gjeneta po e mbronte Elionën. Të tjerë se po i hidhte benzinë zjarrit. Eliona u drejtua sërish, po pse ma thua ti këtë? Gjeneta u përgjigj pa hezitim, sepse këtu shumë mendojnë, por pak flasin. Dhe unë nuk di të hesht. Ajo e mbylli me një fjali që la gjurmë, kur një vajzë bëhet pikë referimi për kaq shumë njerëz në një shtëpi, nuk është faji i saj. Por është përgjegjësia e saj të kuptojë çfarë po ndodh rreth saj. Debati përfundoi pa britma, por me një peshë të rëndë. Pas asaj bisede, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Eliona nuk ishte më thjesht një banore mes të tjerëve. Ishte një qendër emocionesh, rivalitetesh dhe lojrash të fshehta, dhe Gjeneta, me fjalët e saj troç, kishte hapur një kapitull të ri në shtëpi, një kapitull ku ndjenjat nuk fshiheshin më pas buzëqeshjeve. Në shtëpinë e Big Brotherit, ku zakonisht dominojnë debatet, strategjitë dhe tensionet, ndodhin edhe momente të rralla që i ndalin të gjithë. Momente që nuk kanë nevojë për zë të lartë, por që flasin vetë. Një nga ato momente ndodhi atë ditë, kur Gjeneta u ankua se i dhembnin këmbët. Ishte një çast i thjesht në dukje. Gjeneta u ndal në mes të korridorit, u mbështet paksa dhe tha me gjysmë zëri se nuk po e mbante më dhimbja. Nuk ishte dramatike, nuk kërkoi vëmendje. Por lëndrimi e vuri re menjëherë, pa asnjë hezitim, pa pyetur askën tjetër, ai u afrua dhe tha, hajde, eja. Të mbaj unë. Para se dikush të reagonte, lëndrimi e mori Gjenetën direkt në krah. Ishte një gjest i pastër, i natyrshëm, që nuk duke i menduar apo i planifikuar. Thjesht një refleks njerëzor, ku do me të çu.
E pyeti ai me një buzëqeshje të lehtë, ku të duash, ju përgjigj Gjeneta, paksa e surprizuar, por edhe e qetë, teksa lëndrimi ecte ngadalë, duke e mbajtur Gjenetën në krah, në shtëpi ra një heshtje e veçantë. Banorët ndaluan bisedat. Disa u ngritën nga vendi. Të tjerë i ndoqën me sy. Nuk ishte thjesht një skenë ndihme fizike, ishte një moment respekti. Gjeneta foli me zë të butë, për mua, kjo është diçka e veçantë. Është nder i madh me më mbajt në krah. Lëndrimi u përgjigj thjesht, je shumë e mirë dhe e ëmbël. Nuk ka asgjë më shumë. Banorët shihnin me admirim. Disa buzëqeshnin. Disa tundnin kokën. Ishte e qartë që gjesti i lëndrimit po lexohej si diçka më shumë se sa thjesht ndihmë. Ishte një akt respekti, një sjellje që rrallë shihet në një ambient kaq konkurrues, teksa ecte, lëndrimi nuk e uli asnjëherë. Edhe kur lodhja filloi t'i dukej në fytyrë, ai nuk u ankua, nuk u ndal. Një banor tjetër u afrua dhe tha me shaka, hajde, ta marrim njëherë ne, se u lodhe. Por lëndrimi buzëqeshi dhe tha, jo, është në rregull. E mbaj. Ky insistim i tij u pa edhe më shumë nga banorët. Nuk ishte lojë. Nuk ishte për kamera. Ishte mënyra e tij për të treguar që kur merr një përgjegjësi, nuk tërhiqet Gjeneta nga ana e saj duke e prekur. Jo vetëm nga gjesti, por nga mënyra si po trajtohej. Nuk foli shumë. Thjesht mbështeti kokën lehtë dhe e la momentin të ndodhte. Në atë çast, shtëpia dukej ndryshe. Nuk kishte grupe, nuk kishte kundërshtar, nuk kishte strategji. Kishte vetëm një njeri që mbante një tjetër në krah dhe një shtëpi të tërë që po e shikonte me respekt. Disa banorë e komentuan më vonë, këto janë gjestet që tregojnë karakterin. Të tjerë thanë, lëndrimi sot fitoi shumë pikë. Por përtej pikëve dhe lojës, ajo që mbeti ishte ndjesia. Një ndjesi që në atë shtëpi, mes gjithë zhurmës, kishte ende vend për njerëzi. Kur më në fund u ulën, lëndrimi e vendosi Gjenetën me kujdes dhe vetëm atëherë mori frym thellë. Nuk u ankua për lodhjen. Nuk kërkoi vëmendje. U largua qetë, sikur të mos kishte bërë asgjë të jashtëzakonshme, por për të tjerët, ai moment kishte qenë pikërisht i tillë, i jashtëzakonshëm, sepse në Big Brother, ku shpesh shihen lojra, role dhe maska, një gjest i thjeshtë, i pastër dhe i sinqert mund të flasë më shumë se mijëra fjalë. Dhe atë ditë, lëndrimi foli pa thënë pothuajse asgjë. Atmosfera në shtëpi kishte ditë që ishte e rënduar, por askush nuk e priste që Gjeneta të vendoste ta thoshte gjithçka kaq hapur. Eliona ishte ulur në divan, e qetë në dukje, por sytë e saj tregonin lodhje nga gjithë vëmendja dhe komentet që e ndiqnin prej ditësh. Banorët e tjerë ishin shpërndar përreth, sikur e ndjenin që po vinte një moment i fortë. Gjeneta u afrua dhe pa e zgjatur shumë, e nisi drejt për drejt, Elion, po ta them troç, pa rrotulla. Të gjithë heshtën, lëndrimi të mbron gjithmonë. Çfarëdo që të ndodh këtu brenda, ai është aty për ty edhe kur nuk flet, ai të mbron me prani. Eliona e pa drejtë në sy, pa reaguar menjëherë. Gjeneta vazhdoi, kjo nuk është gjë e vogël. Në këtë shtëpi, mbrojtja është pushtet. Pastaj ajo ndryshoi tonin, duke e bërë më të mbredh. Klodi, nga ana tjetër, po luan një lojë tjetër. Ai mundohet të t'i përziejë ndjenjat, të fusë në konfuzion, të afrojë sa më shpejt. Jo sepse është i sigurt në atë që ndjen, por sepse do kontroll. Disa banorë shkëmbyen shikime. Emri i Klodit gjithmonë sillte debat. Gjeneta vazhdoi, pa u ndalur, kushtrimi. Ai të pëlqen. Kjo duket. Ai të shen ndryshe nga të tjerët. Por nuk është i vetmi. Eliona u përpoq të fliste, por Gjeneta i bëri shenjë me dorë, më lër ta mbaroj. Zëri i saj u bë edhe më i drejt për drejt. Labi ka simpati për ty dhe kjo ndihet. Nuk është lojë. Është diçka që po mundohet ta mbajë të fshehur, por del, tensioni në dhomë u rrit. Banorët filluan të lëviznin nervozisht. Gjeneta e dinte që po hynte në territor të rrezikshëm, por nuk u ndal. Edhe Benita, tha ajo më ngadalë, por më thellë, ka diçka ndaj teje. Dhe nuk është thjesht miqësi. Është një përzierje ndjenjash, krahasimesh dhe xhelozie. Eliona u tendos, xhelozi për çfarë? E pyeti. Gjeneta ia ktheu pa hezitim, sepse je e bukur. Sepse merr vëmendje. Sepse Klodi ka një fiksim të qartë për ty dhe këto gjëra, në këtë shtëpi, krijojnë inate. Një heshtje e rëndë ra mbi dhomë. Askush nuk guxonte të ndërhynte.
Ishte një nga ato momente ku e vërteta, ose ajo që perceptoi si e tillë, po thuaj pa filtr. Eliona foli më në fund, ti po flet sikur unë i kam kërkuar këto gjëra. Gjeneta tunte kokën, jo. Dhe ky është problemi. Ti nuk i kërkon. Thjesht ndodhin. Dhe kur ndodhin pa i kërkuar, bëhen edhe më të rrezikshme. Ajo vazhdoi, njerëzit këtu nuk reagojnë vetëm ndaj teje. Reagojnë ndaj asaj që përfaqëson. Siguri, bukuri, qetësi. Dhe kjo i nxjerr në pah pasiguritë e tyre. Eliona uli syt për një moment. Ishte e qartë që fjalët e kishin prekur. Gjeneta e zbuti pak tonin, unë nuk po të sulmoj. Po të paralajmëroj. Sepse kur je në qendër të gjithë këtyre ndjenjave, rrezikon të bëhesh shënjestër. Banorët nisën të flisnin me zë të ulët mes tyre. Disa mendonin se Gjeneta po e mbronte Elionën. Të tjerë se po i hidhte benzinë zjarrit. Eliona u drejtua sërish, po pse ma thua ti këtë? Gjeneta u përgjigj pa hezitim, sepse këtu shumë mendojnë, por pak flasin. Dhe unë nuk di të hesht. Ajo e mbylli me një fjali që la gjurmë, kur një vajzë bëhet pikë referimi për kaq shumë njerëz në një shtëpi, nuk është faji i saj. Por është përgjegjësia e saj të kuptojë çfarë po ndodh rreth saj. Debati përfundoi pa britma, por me një peshë të rëndë. Pas asaj bisede, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Eliona nuk ishte më thjesht një banore mes të tjerëve. Ishte një qendër emocionesh, rivalitetesh dhe lojrash të fshehta, dhe Gjeneta, me fjalët e saj troç, kishte hapur një kapitull të ri në shtëpi, një kapitull ku ndjenjat nuk fshiheshin më pas buzëqeshjeve. Dhoma e ndenjës ishte e mbushur me një heshtje të rëndë. Që prej largimit të Edit, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Banorët e ndjenin boshllëkun, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Edi kishte qenë një figurë e qetë, një njeri që shmangte konfliktet dhe përpiqej të mbante ekuilibrin mes banorëve. Dhe pikërisht kjo mungesë po ndiej më shumë se kurrë. Gjeneta qëndronte në këmbë, me shikimin e ngulur drejt Ludos. Sytë i kishte të mbushur me nervë dhe zhgënjim. Ishte e qartë që kjo përballje kishte kohë që i zjente brenda. Ti e di shumë mirë pse po ta them këtë, nisi ajo me zë të prerë. Ajo që ndodhi me Edin nuk ishte rastësi. Ludo u mbështet pas divanit, duke u përpjekur të ruante qetësinë, po flet pa prova, tha ai shkurt. Gjeneta bëri një hap përpara, jo. Po flas për atë që e pam të gjithë. Ti e ke ndikuar Arditin. E ke shtyr të thoshte fjalë që nuk ishin të tijat. Fjalë të thëna pas shpine, për të mbuluar gjurmë dhe për të krijuar një narrativ që e dëmtoi Edin. Në dhomë u ndje një lëvizje e lehtë. Disa banorë u pan mes tyre. Emri i Arditit e ndezi më shumë situatën. Ludo reagoi, Arditi është i rritur. Askush nuk e mëson çfarë të thotë. Gjeneta ia ktheu menjëherë, mos e nënvlerësoj inteligjencën tonë. Edi doli, dhe vetëm pas daljes së tij disa njerëz filluan të thonë na erdhi keq. Ku ishit më parë? Pse nuk u fol kur ishte këtu? Ajo ngriti zërin. Edi nuk ishte lojtar i zhurmshëm, nuk bënte intriga. Dhe pikërisht për këtë u bëi rrezikshëm për disa. Ludo u përpoq të ndërhynte, por Gjeneta nuk e la. Ti e di shumë mirë që Edi ishte i pastër në lojë. Dhe kur dikush është i pastër, i prish planet atyre që luajnë në hije. Banorët filluan të murmurisnin. Disa tundnin kokën në shenjë miratimi. Të tjerë qëndronin të heshtur, duke mos dashur të përfshiheshin. Gjeneta vazhdoi, me një ton më të rëndë emocionalisht, Arditi e tha vetë që i erdhi keq për Edin. Por kjo keqardhje erdhi shumë vonë. Sepse fjala që u tha pas kamerave kishte bërë dëmin e vet. Ludo ngriti zërin, ti po më akuzon drejt për drejt. Po, ja ktheu ajo pa hezitim. Po të akuzoj për ndikim, për manipulim dhe për lojë të fshehtë. Nuk po them që ti e nxore Edin vetëm, por ke qenë pjesë e asaj atmosfere që është hyrë drejt daljes. Një heshtje e gjatë ra mbi dhomë. Arditi, që ndodhej pak më larg, uli kokën. Ishte e qartë që debati e kishte prekur edhe atë. Gjeneta u kthye nga ai, Ardit, unë e di që nuk je njeri i keq. Por ke lejuar që të përdorin. Dhe kjo është ajo që më dhem më shumë. Arditi foli me zë të ulët, më erdhi keq për Edin. Nuk e kam pasur qëllimin. Por Gjeneta e ndërpreu, jo me agresivitet, por me zhgënjim. Qëllimi nuk mjafton kur fjala dëmton. Në këtë lojë, fjala vret më shumë se çdo veprim. Ludo ndërhyri sërish, po e dramatizon.
Gjeneta u kthye nga ai, jo. Po e them hapur atë që shumë këtu brenda e mendojnë, por nuk guxojnë ta thonë. Edi ishte një njeri që nuk meritonte të dilte ashtu. Banorët mbetën të heshtur. Disa ndjenin faj. Disa ndjenin frikë se mos ishin pjesë së njëjtës lojë pa e kuptuar. Gjeneta e mbylli përballjen me një ton të fortë, por të kontrolluar, kjo shtëpi nuk është vetëm për të fituar. Është edhe për të treguar çfarë lloj njerëzish jemi. Dhe ajo që ndodhi me Edin do t'i ndjek disa prej jush deri në fund. Ludo nuk foli më. Debati kishte lënë gjurmë. Jo vetëm mes tij dhe Gjenetës, por në gjithë shtëpinë. Sepse për herë të parë dikush e tha me zë të lartë atë që ishte përfolur në heshtje. Largimi i Edit nuk ishte thjesht një rast si loje, por pasojë e një klime të krijuar me fjalë, ndikime dhe prapaskena. Në Big Brother, disa dalje harrohen shpejt. Kjo jo. Sepse Edi doli, por debati për mënyrën si doli sapo kishte filluar. Që nga momenti që Gjeneta kishte hyrë në shtëpi, diçka nuk kishte shkuar si zakonisht. Banorët e ndjenin. Nuk ishte thjesht hyrja e një konkurrente të re, por një energji e çuditshme, e fortë, që solli menjëherë përplasje, tension dhe konfuzion. Alba ishte ndër të parat që e vuri re këtë ndryshim dhe nuk e fshehu as pak dyshimin e saj. E ulur në divan, me sytë që ndiqnin çdo lëvizje të Gjenetës, Alba foli me zë të lartë, mjaftueshëm sa ta dëgjonin të gjithë që kur ke hyrë, kjo shtëpi nuk ka pasur asnjë ditë qetësi. Gjeneta buzëqeshi lehtë, me atë buzëqeshjen që për disa dukej e sigurt, për disa provokuese. Unë kam hyrë si gjithë të tjerët. Nëse ka tension, nuk e kam krijuar vetëm unë. Por Alba nuk u tërhoq. Ajo u ngrit në këmbë dhe vazhdoi, unë dyshoj që ti nuk ke ardhur këtu rastësisht. Dyshoj që ke ardhur me një plan. Ke ardhur, je përplasur me të gjithë banorët, një nga një. Nuk ke lënë njeri pa u futur në debat. Në dhomë ra një heshtje e çuditshme. Disa banor pan nga njëri tjetri. Ishte e vërtet që Gjeneta, sa po kishte hyrë, ishte përplasur pothuajse me të gjithë. Alba vazhdoi, pa i hequr syt nga ajo, dhe po ta them hapur, dyshoj që ke ardhur nga vëllai i madh vetëm për me bërë lëmsh shtëpinë. Dhe pastaj me u largu. Kjo fjali ndezi dhomën. Gjeneta ngriti vetullat dhe qeshi me ironi. Seriozisht? Tani po më thua që jam futur këtu me mision sekret? Alba ju afrua një hap më shumë, po. Sepse nuk është normale me ardh dikush dhe me u futur në kaq shumë përplasje brenda pak ditësh. Nuk është normale me dhënë mend, me gjyku, me bërë moral, kur ende nuk ke asnjë histori këtu brenda. Gjeneta reagoi menjëherë, unë flas kur shoh pa drejtësi. Nuk kam ardhur me hesht. Alba ja preu shkurt, jo. Ti ke ardhur duke u futur në krah, duke u afruar shpejt, duke krijuar konfuzion. Po kujdes. Sepse duket që këtë lloj afrimi e ke shumë qejf edhe vet. Banorët reaguan me vëllë të ulta. Disa u shtangën. Disa qeshën nervozisht. Gjeneta u tendos. Ti po më akuzon për gjëra që nuk qëndrojnë, tha ajo me zë të ngritur. Alba nuk u ndal, jo. Unë po them që nuk mund të vish këtu dhe të sillesh sikur je autoriteti moral i shtëpisë. Nuk mund të na japësh mend, të na thuash si duhet të sillemi, kur vetë vjen me një sjellje që krijon kaos. Gjeneta u afrua, ti ke problem me mua sepse nuk ta them gjërat bull. Alba ja ktheu, jo. Unë kam problem kur dikush sillet sikur ka të drejtë morale mbi të gjithë, ndërkohë që vetë nuk e mban atë standard. Tensioni u rrit ndjeshëm. Një banor tjetër tentoi të ndërhyjë, por askush nuk e dëgjoi. Debati kishte kaluar në një nivel tjetër, Alba vazhdoi. Me zë të fortë, ti sot na flet për parime, për rregulla, për qëndrime. Por mënyra si ke hyrë këtu, mënyra si je futur në çdo debat, nuk përputhet me atë moral që po na predikon. Gjeneta u përpoq të mbrohej, unë jam me drejt për drejt. Nuk kam ardhur me maska. Alba buzëqeshi me ironi, pikërisht. Dhe kjo drejt për drejtësi jote po përdoret për të krijuar përçarje. Ti nuk po ndërton, po prish. Banorët filluan të ndaheshin në grupe. Disa mendonin se Alba kishte të drejtë. Të tjerë mendonin se Gjeneta po sulmohej padrejtësisht. Por askush nuk mund ta mohonte se hyrja e saj kishte trazuar shtëpinë. Gjeneta ngriti zërin, ti po më gjykon pa më njohur. Alba ju përgjigj ftohtë, jo. Unë po gjykoj atë që shoh.
Dhe ajo që shoh është dikë që erdhi për të dhënë mend, jo për të dëgjuar. Në fund, Alba bëri një hap prapa dhe tha fjalët e fundit, ky është problemi im me ty. Jo kush je, por çfarë po bën këtu brenda. Gjeneta mbeti për një moment pa fjalë. Dhoma u mbush me heshtje. Një heshtje e rëndë që tregonte se debati kishte lënë gjurmë. Ky nuk ishte një debat i zakonshëm. Ishte një përplasje mbi qëllimin, sinqeritetin dhe moralin, një moment ku shtëpia u nda në dyshime dhe pozicione. Dhe pas atij momenti, askush nuk e pa më Gjenetën dhe Albën me të njëjtin sy në Big Brother. Disa hyrje kalojnë pa u ndjerë. Kjo hyrje tronditi shtëpinë dhe pasojat sapo kishin filluar.